Për stimulimin e veseve që përbëjnë orientim seksual dhe për ndryshimin e identitetit gjinor, po spekulohet edhe me dhënat shkencore dhe mjekësore. Si e komenton këtë pjesë? Janë shtremrime dhe s'duhet më madh shumë me to. Kemi si shembull teorinë e evolucionit. Akoma, sepse ka një pjesë muslimanëve që thonë se kjo nuk është shkencë, ai nuk ka qenë shkencëtar. Përmend edhe pak më parë këtë pjesë. Darwini s'ka qenë shkencëtar dhe ai nuk është marrë me zbulime, me kërkime, domethënë apo sepse duan që të mbrojnë shtrembrimet që i kanë futur shkencëtarët ateistë. Unë nuk i mohoj arritjet e shkencës, zbulimet e tyre. Sepse kjo industri, kjo teknologji, të gjitha këto përparime inxhinierike janë saj të zbulimeve shkencore, është pjesë që nuk e mohoj. Por zbulime kanë bërë njerëz nga një kohë në tjetrën, domethënë varësi të nevojës së tyre. Zbulimet dhe kërkimet shkencore kanë domethënë filluar që me zhvillimin domethënë agimin e njerëzimit. Alhamdulillah dhe vazhdojnë dhe do të vazhdojnë. Por çështja është që një pjesë e shkencëtarëve, pra shkencëtarët ateistë, kanë përhapur shumë probleme dhe kërkojnë që të përhapin me të madhe domethënë problemet në shoqëri dhe spekulojnë me dhënat. Siç ka spekuluar për shembull Darwini me gjetjet, me fosilet, domethënë dhe pretendoi që gjallësat janë bërë rastisht, domethënë kjo është absurditet, kjo është budalluk. Kjo është një kritikim gjë them edhe për këtë. Ajo është shumë e qartë, Allahu Resulullah ka krijuar mashkullin dhe femrën. Aparatet mashkullore janë për ato femërore dhe ato femërore janë për ato mashkullore. Kështu zhvillohet jeta. Kështu që kjo është çështje, kjo është natyra e krijimit, kjo është logjike, kjo është e natyrshme, kjo është ligji hyjnor. Për këtë tregon shpallja hyjnore, është shumë e thjeshtë, është shumë e qartë. Ata që janë kundër kësaj janë kundërshtim me natyrën e krijimit, kundërshtim me logjikën, kundërshtim me shpalljen hyjnore, kundërshtim me mënyrën e zhvillimit të jetës dhe vazhdimit të saj. Kështu që faktet janë shumë të qarta, është budalluk, është kokëforcia që bëjnë ata kuptohet që spekulojnë. Sepse ata kanë në dorë domethënë mjaft qarqe, edhe përmes tyre domethënë dizinformojnë njerëzit që të dhënat mjekësore, të dhënat shkencore, jo domethënë dhe orientimi që ka njeriu dhe hormonet, po dhe sjellja e kafshëve dhe veprimet e kafshëve, domethënë bëjnë atë domethënë analogjinë, krahasimin mes njerëzve dhe kafshëve dhe meqense ka ca kafshë domethënë që kryejnë një akt të tillë, atëherë kjo është e natyrshme edhe për një pjesë njerëzve. Po ka kafshë që bëjnë domethënë se kanë problem marrëdhëniet inceste. Atëherë do të lejohen marrëdhëniet seksuale brenda një familje, Allahu na ruaj. Që domethënë vllai shkojnë me motrën apo babai shkojnë me vajzën, apo domethënë një burrë shkojnë me mesën e tij. Allahu na ruaj. Janë krime të mëdha këto. Ose për shembull gomari plet. Dhelpra është dinake, ka kafshë grabitçare, ka kafshë që ha të voglën e saj. Nëse njeriu do imitoj gjitha sjelljet e kafshëve, atëherë prapë shkatrim i madh. Dhunë, amoralitet, vese turta, punë turpshme, sjellje dëmshme. Ka kafshë që kanë, për shembull, ka kafshë që ka si tipar besnikërinë. Kjo mund të imitohet, besnikëri. Ka fuqinë, trimrin, mund të imitohet, ka fuqinë. Trimria e luanit. Po jo të imitohen veset dhe punët e këqija të kafshëve. Apo ato domethënë sjelljet e këqija të kafshëve. Por këto janë shtremrime që përhapin këto njerëz. Këto janë spekulime. Këto janë të vërteta. Edhe janë shumë e thjeshtë me rrëzuar ato. Allah shpëleft hoxhën nderuar. Atëherë vëllezër dhe motra, lutim Allahun e lartësuar që të na ruaj ne, të ruaj familjet tona nga çdo e keqe. Lutim Zotin e gjatësisë që ta udhëzoj dhe ta ruaj shoqërinë tonë. Amin.